Dy fjalë për islamofobin që ka shpërthyer gjatë këtyre ditëve në Shqipëri, që nga falja e Bajramit këtu në sheshin Skënderbej e deri në momentet që ne flasim bashkë. Jam vendosur në sheshin Skënderbej dhe do themi një 2-3 fjalë në lidhje me këto ngjarje që nuk janë as pak të këndshme, edhe duke i parë në kontekstin gjeopolitik, sepse edhe ato që po bëhen në Turqi kanë lidhje fetare, edhe në sa gjëra të tjera, por ne jemi të përqendrohemi këtu në Tiranë. Gjëja e parë që të bie në sy është një farë Arjan Çani. Ai sapo bëhet falja këtu në qendër të Tiranës, e shikon Arjan Çanin që del nga shinat. Ditë nga shinat e përpara ftonte një gazetar, ishte një gazetar i shëndosh, ai që u hodh nga u plandos nga kati i 4 Trembi dhe Dënjan, se mbushi vendin me gjak ai që donte të bënte me pend, thoshte ai, i marri atë që s'kishte bërë Skënderbeu me shpatë. Domethënë një kastriot miftari, më duket se kanë pas quajtur atë, mbaj mend emrin e tij. Tani në ditët e sotme shikojmë edhe komunitetin musliman që fillon dhe ndryshon datën, atë orën e faljes. Domethënë e çon një orë përpara, një orë pas. Ne shikojmë kreun e komunitetit musliman gjithmonë atje të rruar tazë thua se është dëshmitari i Jehovait. Ne s'kemi të presim prej tij. Ne atje njerëzit besimtarët e kanë shpresën te Zoti. Mirë po, me vjen keq se disa njerëz të tillë si Çani, kur kërkojnë të bëhen me katolik se papa, aty të dhembë, se nuk janë, vetëm thjesht janë ordinerë, se ne shikojmë, ai është jo vetëm anti-musliman, po është edhe anti-shqiptar. Ne shikojmë me përkrahjen që i jep Beleli dhe sa të tjera, po do flasim një ditë tjetër për ato gjëra. Sot do përqendrohemi te kjo e para që thamë, tek çështja e islamofobisë, që i trembë. Ti falësh Zotit nuk është gjë e keqe, edhe në shesh dhe kudo. Është lirë për ortodoksët, për muslimanët, edhe për katolikët. Mirë po, kur shikon që një zhgënjim të tillë, një frustrim të tillë, ndaj vlerave perëndimore, të cilat na japin sot me çdo formë, thonë që nuk ka rrugë tjetër. Megjithatë, është duke vazhdimisht edhe Pascal Milo, ai që është reatli, nuk mbahet me para, edhe me pasuri dhe me pushtet, edhe një cinik i të mërshëm si Pascal Milo ka thënë që duhet të kërkojmë të ndryshojmë busollën, të kërkojmë tjetër aleat, sepse Amerika avash po na lën. Dhe ne kuptojmë të gjitha këtë punë. S'ka për të marrë Amerika me telashet me grindjet e vogla që ka Evropa dhe sidomos Ballkani. Mirë po, kjo ndryshimi i busullës një herë në jug, një herë në veri, neve si popull të vogël na ka dëmtuar vazhdimisht dhe na dëmton. Ka për na dëmtuar, prandaj jemi bërë dojke si komb dhe nuk kemi karakterin as të shtetit as të kombit, po jemi bërë si një dojke. Kur e shikon gjithë këtë histori, shikon edhe diçka tjetër. Çfarë fituam ne gjatë kohës që ishim pro-evropian, që morëm pro-amerikan, pro-perëndimor. Humbëm 2.2 milion banor. E kuptoni çdo të thotë, një katastrofë vërtet. Për këtë punë Evropa është përgjegjëse, se ne udhëheqësit tanë, që janë udhëheqës për sundimtar, kanë bërë kërtim duke thënë një pro-evropian, vodhën para. Njerëzit të varfruar morën dënjan dhe shkuan në perëndim. Tani kemi në perëndim siç kishim dikur në Turqi, kemi me qindra me mijëra, pra 2.2 milion njerëz kemi humbur gjatë kësaj kohe duke pritur të jemi antarë të Bashkimit Evropian dhe tani kemi humbur shpresën. Se s'kemi pse të shkojmë në këtë moshë që jemi ne, nuk jemi më për në Bashkimin Evropian, ne kemi për të shkuar në Sharr, të Varrezat e Sharrës ose të Varrezat e Tufinës. Është mbaruar, po kalove të 50-të, të 60-të, çfarë të bësh antar i Bashkimit Evropian? 35 vjet duke pritur dhe tani thonë do prisnin edhe 5, thonë pastaj bën 10 dhe ai do merr vesh atë dhe i shqetëson kjo sepse falen. Njerëzit vinë falën këtu të paktën thonë ta kemi mirë me Zotin, se ne me qeverinë se kemi mirë, me politikën këtu dhe në Evropë dhe në Amerikë se kemi mirë, se me që janë thotë nuk i kemi shtëpi të bosh. Kemi lindur fëmijë dhe na kanë ikur tek nga varfëria, nga rrëmuja dhe nga destabiliteti. Kjo është e para. E dyta, që më shqetëson mua, është kjo klasë politike, e cila i ka bërë namin këtij vendi. Shikon se ç'kan bërë. Për të futur në Bashkimin Evropian, për të shkuar, për të siguruar vizat, domethënë vetëm për vizat, i është vënë kusht Shqipërisë që nëse nuk firmos dasmat, martesat gay, atëherë ju nuk mund të shkoni, nuk hapen vizat për ju. Imagjino, ti vesh një kombi si ne, nuk besoj që Skënderbeu do kishte luftuar për një Evropë të tillë që ju vën shteteve të tjera kushte të tilla që po nuk pranuat martesën e lesbikeve dhe martesën e bisqirëve, nuk do keni të drejtë të futeni në Evropë, se besoj. Kush ta besoj, po burrat e Skënderbeu nuk besoj që do shërbenin agenda të tilla të turqme, gjoja neoliberale. E pra nej, e keni edhe frikën tjetër, se thonë është një shtet musliman, i vetëm shtet musliman në Evropë, që është një hap nga Roma.
e kështu si që është degeneruar Perëndimi, që vjen e na promovon neve ditë për ditë, poshtërsirat, bithqirët dhe lesbiket në mes të shtetit. Dhe në të gjitha shtetet, fundi është i këtij qytetërimi, lloj qytetërimi, se s'është qytetërim, kjo është degenerim. Prandaj dhe janë të trembur, prandaj dhe kanë frikë, prandaj dhe i kanë ngritur, por ta shikoni ju anën lindore të xhamisë, se të Hembeut ja kanë mbyllur, se janë plane të zeza këto, kanë punuar me kohë këto për këta. Ja shikojeni, ja tani unë jam i vendosur, telefonin poshtë e kam nga Perëndimi, ndërsa prapa shikoni dy kulla që ja kanë ngritur që të mos shoh nga lindja. Këto janë simbolika të rrezikshme, janë nxitje për një konflikt fetar brenda shtetit që mund ta shkatërrojë këtë, po ja përsëris edhe një herë, nuk ka bërë vaki që për gjëra të tilla të luftonte, se Skënderbeu ka ditur se ja kanë me hilera, edhe Papa, edhe Venediku, se me qenë nuk jep në një pagesë simbolike, një qese me lekë për gjithat e luftë që po bënte Skënderbeu, se Papa e din gjithë bota këtë punë, edhe hilerat e Venediku që i din të gjithë që i kanë bërë. Tani vjen dhe të thonë, ne doni të futeni te ne, vlerat tona parësore janë, ato që kemi thënë dhe i përsërisim gjithmonë, do të thënë, i pare punës humbëm 2.2 milion banor, s'kemi kushtri, s'kemi ekonomi, s'kemi asgjë. Dhe thonë tani, vlerat tona kryesore janë të jepet prioritet bishqirëve dhe lesbikeve. Ja tani njerëzit shqyqyr që dalin dhe falen. Zoti na ruajt, mua dhe të gjithë të tjerit, po nuk ka rrugë tjetër, të paktën ta kemi mirë me Zotin. Tani Evropa kalon ditë të vështira, sepse ka plasur në Ukrainë, na don si tokë, si popull s'na don, se s'ka, se po t'na donte do na kishte planuar për 35 vjet. Prandaj jemi detyruar të mos habitemi që të kërkojmë aleat të rinj. Skënderbeu do kishte bërë aleanca të tjera, po ta kishte ditur që do kërkojnë të tilla pseudovlera evropianët pas 5 shekuj. Ju uroj gjithë të mirat.